Asalamu alaikum, të nderuar shikues të podcastit të Miftonisit e Tovës, reflektimit e Ramazanit, 29 ditë, 29 mesazhe. Çdo fillim ka dhe fundin e vet. Edhe sot e kemi iftarin e fundit të Ramazanit të këtij viti dhe falenderojmë Allahun xhaleshanuhu i cili na mundsoi që të agjerojmë dhe të jemi pjesëtar të këtij Ramazanit, të këtij karavani me vepra të mira. Dhe pikërisht tema për cilën do të flasim sot është për te Fitr Bajramit, si të ruajmë vlerën e Ramazanit edhe pas, Bajramit. Mysafiri që do të flasë për këtë temë kemi hoxhën e nderuar Muhammed Efendi Berzati, njërit është edhe shefi kabinetit të Miftonisë në Miftoninit e Tovës. Hoxhë i nderuar, asalamu alaikum dhe mirëserdhët. Aleikum selam, mirë gjell. Faleminderit që pranuat ftesën. Faleminderit juve që na bën ftesë, inshallah, të kalim mirë. Inshallah. Hoxhë i nderuar, më thon tash janë edhe minutat e fundit para se të thirrë edhe ezani i fundit i iftarit të këtij viti. Më thon jemi në atmosferën e Fitr Bajramit. Shpesh thuhet se Bajrami është vetëm një festë, por edhe një provë. Si e shihni ju këtë moment pas Ramazanit? Në fakt, Bajrami është një prej festave të mëdha në fenë islame, e cila vjen pas një sakrifice, siç është agjërimi. Mirëpo mbi gjitha, në thelb Bajrami është një certifikim i një shkolle 30 ditore që ne e patëm. Thonë ndryshe, Bajrami është një ndër karikusit më të mirë të baterisë tonë imanore, njerëzore, e cila neve duhet gjithsesi të na shërbej edhe gjatë 11 muajve tjerë. Por gjithsesi, festa e Fitr Bajramit është edhe një falënderim Allahu xhaleshanuhu, i cili mbi gjitha na dha jetë që ta mbrim edhe këtë Ramazan, ta agjërojmë këtë Ramazan, që na dha shëndet pa komplikime, ta përjetojmë në mënyrën më të mirë të mundshme këtë Ramazan. Pra është edhe një falënderim ndaj Allahut xhaleshanuhu. Zoti ju shpëleft. Hoxhë i nderuar, pse ndodh që shumë prej nesh është interesant ky fakt. Gjatë Ramazanit kemi një disiplinë të jashtëzakonshme. Mirë po sa po përfundon Ramazani, vjen dita e Bajramit, ndoshta atë disiplinë vazhdojmë edhe ditën e dytë, tretën, por pastaj sikur kjo disiplinë domethënë zbehet. Krejt atë disiplinë që e kemi fituar gjatë muajit Ramazanit, pas ti zbehet. Pse ndodh kjo? Tash shkaqet, faktorët janë të ndryshëm, por unë për hir të kohës do të përmend vetëm disa. Tash pas Ramazanit në radh të parë ndryshon atmosfera. Nuk është më atmosfera ajo që ishte gjatë muajit të Ramazanit, ku ne kishim iftare, kishim sifirin, kishim falje të namazeve kolektive, namazin e teravis, kishim thirrje masive për fe nga hoxhallarët, nga mediumet e kështu me radhë. Por mendoj se më kryesorja është shkaku që shumica fatkeqësisht Ramazanin e marrën si një detyrim e jo reformim. Dhe kur ti një çështje e merr si detyrim, normal se mbas 30 ditëve do ta mbyllish atë dosje dhe do t'i kthehesh avazit të vjetër. Për të mos qenë kjo kështu, duhet në Ramazanit të kuptohet si reformim mbi gjitha, që e njëjtat mund të vazhdon edhe pas Ramazanit. Faleminderit. Është një veti që besimtarët e kanë për Ramazan, një veti e fortë që është leximi i Kuranit. Gjatë Ramazanit për shembull lexojnë shumë Kuran. Disa lexojnë 2 hatme, 3 hatme, 4 hatme, mirë, po mbas Ramazani, edhe para se të fillojë Ramazani, sikur më thon ka krejtësisht një mënyrë tjetër lexuar. Lexojnë vetëm ditëve të premtet, të xuman, ose një hatme ndoshta e përfundojnë apo nuk e përfundojnë. Edhe si ta vazhdojmë tash ne këtë rutinë ditore që kemi pasur deri sot, me lexim të vazhdueshëm të Kuranit dhe lexim të asnjë nuk është tepër, po në sasi shumë më të mëdha se sa ditëve tjera. Si ta vazhdojmë këtë rutinë? Shumë pyetje me vend. Në fakt, është e vërtet se muaji i shenjtë i Ramazanit është edhe ditëlindja e Kuranit famëlart. Padyshim. Mirë po, ja që Allahu xhaleshanuhu Kur'anin famëlar që e zbriti në muajin e shenjtë të Ramazanit, nuk na dha ne vetëm për muajin e Ramazanit, po na dha për tan vitin. Na dha për tan jetën. E tash, zaten është një defekt i përgjithshëm
të muslimanët në përgjithësi. Cili është ai defekt? Është mbyllja e leximit të Kuranit, praktikimit të rregullave, ligjeve të Kuranit, vetëm në kornizat të muajit shenjtë të Ramazanit, vetëm kornizat të 4 mureve të xhamive, vetëm kornizat të fatkeqësive të ndryshme, rasteve të vdekjeve kështu me radhë. E që kjo flet të kundërtën për atë për cilën edhe është zbrit Kurani. Pra, Kurani, Allahu xhaleshanu, mbi gjitha e zbriti si model i jetës që ne ta kemi gjatë të jetës tonë. Mënyra se si ne e trajtojmë leximin e Kuranit familjarët, por edhe praktikimin e urdhresave që dalin nga ky libër i shenjtë, është një mënyrë shumë e varfër. Nëse do të mund të shprehesha në gjuhën e popullit, sikur ne për aq kohë sa jemi në muajin e Ramazanit, e mbajmë Koranin me veti, e lexojmë, mundohemi maksimum të implementojmë urdhresat e tij. Por sikur kur mbaron Ramazani i themi tash ti ri këtu, prit një 11 muaj se nuk na duhesh. E njëjta vlen edhe me qëndrimin tonë, se jena brenda 4 mureve të xhamisë. Sa për aq kohë sa jemi brenda xhamisë, jemi komplet në frekuencë ma që kërkon Kurani. Mirë po sa dalëm për xhamie, sikur i themi Kuranit ti tash rri brenda 4 mureve të xhamisë, ti mo nuk na duhesh në të fillojmë nga rruga, nga mënyra se si e parkojmë veturën, ti nuk më duhesh në ndërtimin e raporteve bashkëshortore, nuk më duhesh në ndërtimin e raporteve familjare, nuk më duhesh në ndërtimin edhe të raporteve në përgjithësi. Thënë ndryshe, e vetmja garancë që ne ti kemi edhe agjerimet e pranuara, edhe namazet e pranuara, është organizimi i jetesës tonë, se është në audiencën absolute të Allahu xhaleshanuhu, xhelle xhelaluhu dhe në përpikshmëri me gjitha kërkesat, ligjet e Kuranit në çdo pore të jetës. Është interesante çështja se besimtari gjatë Ramazanit përfiton disa virtyte, të cilët rrallë kush i mban pas Ramazanit, mirë po shumë kush i humbën ato virtyte me kalimin e Ramazanit. Do të potenconim disa prej vlerave apo virtyteve që më së shumti i humbën besimtarin pas Ramazanit, mund t'i potenconin disa. Ato që janë të vrejshme, i vrejmë më njëherë. Fatkeqësisht, gjëja e parë që humbim pas Ramazanit është ajo që unë i them shkaku i krijimit. Ne e dim që Allahu xhaleshanuhu në një ajet në Kur'an thotë nuk i krijova njerëzit dhe xhindet për diçka tjetër, pos që të më adhurojnë. Pra gjëja e parë që humbim është rregullësia në namaz. Gjatë kohës Ramazanit jemi të përpikt, jemi të disiplinuar. Mirë po sapo kalojmë pas në festës së Bajramit, zbehim disiplinën tonë ndaj namazit, duke e ditur se kjo në fakt është edhe shkaku i krijimit. Fillojnë arsyetimet. Jo në arsyetime, po. Për Ramazan nuk kemi arsye, po gjatë Ramazanit, pastaj pas Ramazanit fillojnë arsyetimet. Fatkeqësisht, një element tjetër gjithashtu është edhe bujaria. Gjatë muajit të shenjtë të Ramazanit jemi shumë bujar, jemi shumë dërdhonës. Sa po kalon festa e Fitr Bajramit, ne kalojmë në një ekstrem tjetër. Si duket në përgjithësi edhe si komunitet, sikur i kemi merak ekstremet. E kemi merak çdo herë të qëndrojmë në një ekstrem. Në fakt ne e dim shumë mirë se feja islame çdo herë e lavdëron atë mesatare. Pra është për të përshëndet bujaria shumë e madhe që besimtarët kanë gjatë muajit të shenjtë të Ramazanit. Por nuk guxon që e njëjta pas muajit të shenjtë të Ramazanit të shuhet krejt. Sepse ne e dim shumë mirë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kur ka thënë se nuk është nga ne, pra nuk mund të jetë besimtari i devotshëm. Ai si nuk ja dëshiron tjetrit atë që të dëshiron vetvetes. Këtë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk e ka thënë vetëm për muajin e Ramazanit. Por e ka thonë për ton vitin gjithësisht e ka thonë për ton jetën. Një element tjetër që gjithashtu
e humbim pas muajit të shenjtë Ramazanit është durimi në komunikim. Sa jemi në Ramazan mundohemi, jemi shembull për mos rëndu njëri tjetrin. Mirë po sa kalon muaji i shenjtë i Ramazanit, aq shumë e lirojmë gjuhën tonë, organin e vetëm të pa eshtër, sa që bëhemi fatkeqësisht edhe mjeshtër të thyrjes së zemrave të tjerëve. Ndërsa e dim shumë mirë se sa akt i rëndë, sa akt i dënueshëm është thyrja e zemrës një personi. Pra, në pika të shkurta, këto janë ato vlerat që ne gjatë muajit të shenjtë Ramazanit i kultivojmë më të madhe, ndërsa pas muajit të Ramazanit shumë pak, fatkeqësisht. Lutim Allahun që të na mundsoj që këto vlera të vazhdojmë edhe pas Ramazanit, inshallah. Amin. Inshallah. Amin. Hoxhë nderuar, më që tashmë edhe afrohet festa e Bajramit, çka do të thotë Fitr Bajrami për neve si besimtarë? Vetëm fjalë, vetëm një festë, apo ka ndonjë kuptim edhe më të thellë? Festa e Fitr Bajramit mbi të gjitha është një falënderim ndaj Allahut xhaleshanuhu që na mundsoi ta mbrim këtë Ramazan dhe ta përjetojmë këtë Ramazan. Por gjithsesi, festa e Fitr Bajramit do të shërbej edhe si një moment i pajtimit dhe i afrimit ndaj njerëzve. Ata të cilët eventualisht kanë qenë të idhnuar për shkaqe të ndryshme nga mësimet e shkollës 30 ditore të Ramazanit që ata e kanë marrë, duhet ditën e Fitr Bajramit të kulminojnë me pajtim me njëri tjetrin. Gjithashtu, gjatë festës së Bajramit, theks veçantë duhet t'i kushtohet edhe vizitës së të afërmve të familjarëve, sepse është e vetmja mënyrë për t'i kultivuar mënyrën sa më të bukur lidhjet farefisnore. Ndërsa ne e dim shumë mirë se çfarë përgjegjësie e madhe do të jepet ditën e gjykimit për respektimin ose mos respektimin e lidhjeve familjare. Edhe pse dikush e llogaritën shumë të vogël këtë pjesë, domethënë shkojmë vetëm për Bajram, por realisht Bajrami është domethënë fija e fundit që ka mbetur, që e mban lidhur një familje që ndoshta jashtë Bajramit nuk shkojmë, por sigur Bajrami është perja apo fija e fundit që na mban lidhur me familjarët, domethënë ka një vlerë shumë bukur. E thatë, unë vetëm do ta kisha thënë pak më ndryshe. E dini si është muslimanëve në botë, gjeografisë islame në botë, kalaja e vetme ende e paranuar është pikrisht kalaja e familjes së shëndosh. Dhe pikrisht festa e Fitr Bajramit është një moment shumë i bukur, shumë i volitshëm, që ne të forcojmë lidhjet ndërfamiljare, lidhjet ndërfarefisnore. Ta forcojmë këtë kala. Gjithsesi, për shkak se të jemi të sigurt nëse edhe kjo kala në rënohet, atëherë Zoti na ndihmoft. Një element tjetër që desha ta potencoj për mënyrën e organizimit të festës së Fitr Bajramit është gjatë këtyre vizitave familjareve, me çdo kusht të insistojmë t'i marrim me veti edhe fëmijët. Pse? Kur ne do t'i marrim edhe fëmijët me veti, në radhë parë do të mbajmë atë lidhjen ndërfamiljare. Në radhë dytë, fëmijët tek fëmijët tonë do të mbjellim vlerën edhe të agjerimit në përgjithësi, por edhe të festës të Fitr Bajramit, për shkak se ne dim shumë mirë edhe nga pedagogjia islame, por edhe nga pedagogjia në përgjithësi, se fëmijët janë nga natyra më tepër janë të prirur të marrin nga ajo që shohin, sesa nga ajo që u flitet. Hoxhë nderuar, për në fund, cila është porosia juaj e fundit për ndëgjuesit? Si ta mbajmë Ramazanin gjallë edhe pas kësaj feste që kemi përpara? Ishim plot 30 ditë së bashku në një atmosferë jashtëzakonisht të begat që Allahu xhaleshanuhu e zbret enkas për këtë muaj të shenjtë të Ramazanit. Gjatë 30 ditëve bashkarisht ndajtëm dhimbjen me agjerimin tonë me ata të cilët ndoshta ton vitin janë të uritur nga varfëria. Ne gjatë 30 ditëve bashkarisht
falëm namazet tona, të rënditur në safe, posaçërisht në namazin e teravis. Krah për krah njëri tjetrit. Për krah njëri tjetrit, edhe sikur gjatë kohës që ishim për krah njëri tjetrit në këto namaze, sikur një zë na thonte se ju vetëm kështu të rreshtuar në safe, të bashkuar mes njëri tjetrit, mund të lartësoheni, mund të hapni portat të qiellit. Sikur na përkujtonte ajetin e Allahu Gjeleshanu ku thot dhe kapuni të gjithë për litarin e Allahu Gjeleshanu dhe mos u përçani. Vetëm kështu të bashkuar mund të keni përparim, mund të keni prosperitet, por edhe dim nga rregullat islame se luqet që ne i bëjmë të bashkuar janë shumë më të pranuara tek Allahu Gjeleshanu. Uroj që Allahu Gjeleshanu të ne ketë pranuar të gjitha ibadetet tona, të gjitha sakrificet tona dhe lusë Allahun Gjeleshanuhu që edhe vitin e ardhshëm të na mundsoj të arrijmë këtë Ramazan, por me theks të veçantë. Lusë Allahun Gjeleshanuhu që të na jap fuqi dhe mençuri që këta 11 muaj që do të jemi jashtë Ramazanit të mund të paktën një pjesë, nëse jo krejt, të paktën një pjesë të ruajmë nga ajo që e morëm nga ky muaj i shenjtë. Amin inshallah. Hoxha nderuar, ju falenderojmë që ishi pjesë e këtij podcasti, këtij programi. Allahu Gjeleshanu ju shpërbleft. Faleminderit kënaqësia ishte jonë. Faleminderit. Të nderuar shikues, Ramazani i dashur po përfundon. Por nuk do të thotë kjo se përfundon edhe obligimi jonë që kemi ndaj Allahu Gjeleshanu në ditët në vazhdim. Nuk do të thotë se përfundon edhe obligimi jonë që kemi ndaj njëri tjetrit. Nuk do të thotë se përfundon obligimi jonë që kemi ndaj prindërve, ndaj bashkëshortes, ndaj komshiut, ndaj shokut, ndaj vëllaut, ndaj të varfërit, ndaj nevojtarit. Pra Ramazani po përfundon, por nuk përfundon obligimi jonë që kemi ndaj të tjerëve. Andaj këto 11 muaj që do të vinë deri në Ramazanin e ardhshëm, të mundohemi që të jemi të përpikt ashtu siç ishim për Ramazan, të mundohemi të jemi bamirës ashtu siç ishim për Ramazan, të mundohemi të jemi të dashur dhe të afërt me njëri tjetrin ashtu siç ishim për Ramazan, të mundohemi të rrim të rreshtuar krah njëri tjetrit ashtu siç ishim në namazin e teravive, të mundohemi të ndihmojmë njëri tjetrit ashtu siç jemi munduar të ndihmojmë gjatë këtij muaji të Ramazanit. Për në fund, të nderuar shikues, fillimisht lut Allahun Gjeleshanu që të gjithë juve të pranoj agjerimin dhe ibadetet, duke lutur Allahun Gjeleshanu që t'ju jep shëndet, jetë të gjatë për të arritur Ramazanin e ardhshëm dhe shumë Ramazane pas tij. Dhe në emrin e muftinisë Tetovës, në emër të muftiut të muftinisë Tetovës, doktor Hafiz Selver Efendi Xhemaili, ju urojmë festën e Fitr Bajramit, duke lutur Allahun Gjeleshanu që paqja, harmonia, dashuria dhe begatia të jetë mbi ju dhe familjet tuaja. Deri herë tjera, ju lëm në mëshirën e Allahu Gjeleshanu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.